Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova zbuloi disa ide për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian. Në intervistë për Radion Europa e Lirë, ajo përsëriti se propozimi për ndryshime kushtetuese me prapaveprim u refuzua dhe shtoi se pret që BE-ja të gjejë një zgjidhje kreative. Një nga idetë e Siljanovskës përqendrohet te Parlamenti Evropian. Može Evropskiot parlament da donese nekakov akt za sostojbite među nas i među Bugarija. Nëse kjo nuk ndodh, presidentja zgjidhjen kreative e sheh përmes këshillit të BE-s. Može Sovjetot isto taka da dade nekakve instrukcije. Opsioni i tretë është me protokoll të ri të marrëveshjes me Bullgarinë, të garantohet se puna e historianëve të komisionit nuk do të jetë kusht për integrimin. Ovi naši razgovori da im se predoči deka ili da se donese, što znam, protokoli 2 potpišavme, taka i ve može ušteden. Deka nema da se koristat, deka nema da možat da bidat osnov za veto. Za veto. Tuku deka, znači ke se razgovara. Në samitin e NATO-s në Hag, në fund të qershorit, presidentja pritet të takohet me homologun e saj bullgar Rumen Radev ose kryeministrin Rosen Zhelaskov. Ky takim do të zhvillohet para syve të udhëheqësve të BE-s, Ursula von der Leyen, Antonio Costa dhe Kaja Kallas. Përveç kësaj do ftohen edhe përfaqësues të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara. Deri më tani nuk ka pasur asnjë përgjigje nga pala bullgare ndaj kësaj nisme të Kostas dhe Siljanovskës.